Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji me 5 vota për dhe asnjë kundër ka aprovuar vendimin për shtrenjtimin e energjisë elektrike për rreth 16% të tjera për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Bordi para se të merrte vendimin, bëri të ditur se ka shqyrtuar rreth 400 ankesa të konsumatorëve dhe një numri rekomandimesh të tjera të palëve të interesit. Zyra e Rregullatorit për Energji nuk pranoi pyetje të gazetarëve dhe as nuk tregoi para tyre se sa përqind u shtrenjtua energjia elektrike, por foli vetëm se sa do të lejoj kesin të fitoj gjatë vitit 2025. Kjo situatë nxiti reagimin e gazetarëve, të cilët e akuzuan këtë institucion për mos transparencë. E shtrejtimit të energjisë, kaq shumë e thjeshtë. Respektavani edhe mund të tyre teme që respektavani ju konë maksimalisht. Veç 1%. Respektare që të tyre që e fusat. Veç 1%, shumë e thjeshtë është. 13, 15, 14% sot. E dini sot përqindje. Megjithatë, pasi që Zyra e Rregullatorit për Energji përzuri median nga mbledhja e bordit, përmes një kumtese njoftoi qytetarët se është aprovuar shtrenjtimi i energjisë elektrike. Rritja mesatare e tarifave për të gjitha kategoritë e konsumatorëve bazuar në të hyrat e lejuara maksimale është rreth 16%. Pjesë e shqyrtimit nga bordi kanë qenë edhe ankesat e konsumatorëve dhe çështjet e tjera të lidhura me funksionimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji. Zyra e Rregullatorit të Energjisë më herët ka paralajmëruar se tarifat e reja të energjisë elektrike do të hyjnë në fuqi nga 1 maji. Rritja e çmimeve të rrymës është kundërshtuar nga qytetarët, por edhe një numri institucionesh përfshirë Zyrën e Presidencës.